Përshëndetje nxënës të klasës së 7. Në vazhdim gjatë këtij prezantimi, do të njihemi me një njësi të re mësimore, e cila ka të bëjë me njësitë matëse për Shqipërinë. Shqipërina, siç e dini ose e keni përmendur më parë, është masë për matjen e sipërfaqes, dhe atë ne do ta shënojmë me S të madhe. Nëse kemi tre figura, njëra në formë të katrorit, tjetra në formë të rrethit dhe tjetra në formë të drejtkëndshit. Do të shohim se këto figura, edhe pse kanë forma të ndryshme, mbulojnë të njëjtat sipërfaqe, do të thonë kanë sipërfaqe të barabarta. Të kalojmë tani në njësitë matëse për Shqipërinë. Nëse marrim një katror me dimensione gjatësia dhe gjerësia nga 1 centimetër, sepse katrori është figurë e cila i ka të gjitha brinjët e barabarta. Nëse e njësojmë Shqipërinën, katrori me dimensione 1 centimetër me 1 centimetër ka Shqipërinë 1 centimetër në katror. Me thënë, kjo shënohet shkurtimisht 1 centimetër në katror, ku centimetri katrori përdoret për njësimin ose si madhësi për sipërfaqet më të vogla, si për shembull ta marrim sipërfaqen e librit. Të marrim tani një katror me dimensione 1 milimetër me 1 milimetër. Katrori me dimensione 1 milimetër me 1 milimetër ka Shqipërinën 1 milimetër në katror. Kjo shënohet shkurtimisht 1 milimetër katror, ku edhe milimetër katrori përdoret po ashtu për sipërfaqe të vogla. Gjithashtu të theksojmë se këto njësi që janë marrë ose vizatimet që janë marrë nuk janë vizatime reale, por janë vizatime të zmadhuara për të sqaruar më mirë situatën e centimetrit dhe milimetrit. Kalojmë tani te katrori me dimensione 1 metër me 1 metër. Gjithashtu edhe këtu, katrori me dimensione 1 metër me 1 metër ka Shqipërinën ose sipërfaqen 1 metër katror. Kjo shënohet 1 metër në katror. Gjithashtu edhe këtu do të theksojmë se ky vizatim nuk është me dimensione reale. Metër katrori përdoret për sipërfaqe më të mëdha, si për shembull sipërfaqja e një are ose fushe futbolli. Të shohim tani lidhjen ndërmjet njësive matëse më të vogla dhe më të mëdha për Shqipërinë. Shohim se 1 metër katror është e barabartë me 10.000 centimetër në katror. 1 metër katror është e barabartë me 1.000.000 milimetër katror dhe 1 centimetër katror është e barabartë me 10.000 milimetër në katror. Mësimin do ta gjeni në libër në faqet 243 dhe 244, ku aty mund të merrni më tepër informata në lidhje me njësitë matëse për Shqipërinë. Unë ju dëshiroj suksese dhe ju uroj shëndet. Mirupafshim në prezantimet tjera.